Një vjedhje misterioze ndodhur në emisionin Bamirës Shën Jozefi ka tronditur këtë fillim javë qytetin e Fusharzit. Burime nga policia lokale bën të ditur se në kasafortën e emisionit Bamirës është vjedhur shuma prej 30.000 eurosh. Shuma prej 30.000 eurosh e vjedhur në kasafortën e emisionit Bamirës Shën Jozefi në qytetin e Fusharzit në rrethin e Pukës, sipas burimeve të brendshme nga ky mision, ishte grumbulluar nga donacione të ndryshme të mbledhura nga misionaret në Austri dhe Gjermani, të cilët më pas do të përdoreshin për t'u shpërndar familjeve të varfra, të cilët do të siguronin kështu edhe mjetet e domosdoshme për fëmijët e tyre të cilët vijojnë shkollën, ndërkohë që brenda kësaj shume ishte planifikuar dhe rekonstruksioni i disa banesave të amortizuara në veri të Shqipërisë. Misioni Shën Jozefi në Fusharz, i hapur nga 2 murgesha katolike të ardhura nga Gjermania, është i njohur për kontributin që ka dhënë në zonën veriore të vendit, trajtimi të sëmurëve, rehabilitimi grave dhe vajzave të dhunuara, kopshti për fëmijët e familjeve të varfra, trajtimi me ushqime mujore i rreth 300 familjeve në fshatrat e thellë, pagesat e bursave për student nga familje të varfra dhe ndërtimi më shumë se 200 banesave janë disa nga aktivitetet e këtij misioni, i cili është kthyer në një institucion jetik në rrethin e Pukës. Motrat misionare, të cilët mbledhin donacione nga vende të ndryshme të botës, i shpërndajnë më pas ata për familjet e varfra të veriut të vendit. Lidhur me vjedhjen, policia lokale mësohet se ka shoqëruar disa persona, ndërkohë që burime pranë saj bëjnë të ditur se është e mundshme gjetja e autorit. Ndërkohë, misioni Bamirës Shën Jozefi në Fusharz ka vijuar aktivitetin e tij normalisht.